Veproni me guxim. Pjesa 1. Guximi është forca e padukshme që ndan ata që ecin përpara në jetë nga ata që mbeten peng të frikës. Është arma që i jep njeriut fuqinë të përballet me të panjohurën, të përballojë dhimbjen, të thyejë heshtjen dhe të ngrihet kur gjithçka brenda tij është thyer. Në çdo moment të jetës, njeriu përballet me zgjedhje të veprojë apo të presë. Dhe në shumicën e rasteve, fiton ai që ka guximin të veprojë. Të veprosh me guxim nuk do të thotë të mos ndjesh frikë. Përkundrazi, është të ndjesh frikë dhe të veprosh gjithsesi. Të gjithë heronjt, të mëdhenjt, liderët dhe ndryshuesit e vërtet të botës kanë një tipar të përbashkët, guximin për të bërë atë që shumica shmang. Ata nuk lindën ndryshe, ata vepruan ndryshe, në një botë ku shumë e kalojnë jetën duke u ankuar, duke fajsuar të tjerët, duke pritur momentin e përsosur, ti duhet të jesh ndryshe. Mos prit derisa të ndihesh gati. Gati nuk do të ndihesh kurrë. Vetëm kur hidhesh në ujë, e mëson të notosh. Guximi të fton të hidhemi pa pasur garanci për fundin, por me bindje se do të mbijetojmë. Njerëzit guximtar nuk janë të paprekshëm. Ata nuk janë gjithmonë të sigurt, por janë ata që ecin përpara edhe kur rruga është e mbuluar me mjegull. Janë ata që marrin vendime të vështira, që flasin të vërtetën kur është më e lehtë të heshtësh, që qëndrojnë të fortë edhe kur janë vetëm. Guximi nuk ka lidhje vetëm me sfidat e mëdha. Guximi ndodh çdo ditë, kur thua jo kur të tjerët presin po, kur nis një projekt që të frikson, kur largohesh nga një marrëdhënie toksike, kur i përballesh një të shkuarit që të rëndon. Guximi është muskull dhe si çdo muskull, forcohet kur e ushtron. Shpesh e mendojmë guximin si diçka që vjen nga jashtë, një thirrje e brendshme që na shkund dhe na shtyn. Por në të vërtetë, guximi buron nga brenda. Ai vjen nga një vend shumë personal, nga vendosmëria për të jetuar jetën sipas kushteve të tua, jo sipas pritshmërive të tjerëve. Dhe kjo është një luftë që fillon çdo mëngjes. Mos i jep frikës më shumë pushtet se sa meriton. Frika është normale. Ajo është reagimi i mendjes për të mbrojtur trupin, egon dhe rehatin. Por nuk është një udhëheqës i mirë. Nëse i lejon frikës të udhëheqë, do të rrotullohesh në të njëjtin vend për gjithë jetën. Nëse i bën ballë frikës, edhe një hap i vogël do të hap rrugë të reja. Shumë njerëz nuk arrin kurrë të bëjnë atë që duan, jo sepse nuk munden, por sepse nuk guxojnë. Ata kanë ëndra, por nuk veprojnë. Kanë ide, por nuk i ndajnë. Kanë dhunti, por i mbajnë të fshehura. Sepse kanë frikë nga dështimi, nga gjykimi, nga refuzimi. Por e vërteta është, edhe frika dëmton. Dëmton më shumë se sa dështimi. Veproni me guxim. Pjesa 2. Bota është plot mundësi, por ato nuk janë për ata që presin. Ato janë për ata që veprojnë, që provojnë, që gabojnë, por ngrihen sërish. Guximi nuk është mungesë dështimesh, është vullneti për të ecur përpara pavarësisht dështimeve. Është ajo zjarri i brendshëm që thotë, nuk mbaron këtu. Unë do ta provoj përsëri. Të veprosh me guxim është akti më i madh i vetdashurisë. Të thuash, unë e meritoj më shumë dhe të bësh diçka për këtë. Të besosh në veten tënde edhe kur askush tjetër nuk e bën. Të rrezikosh veten për të fituar diçka më të mirë. Të mos jetosh në hijet e frikës. Por në dritën e mundësive, kur vepron me guxim, ti bëhesh inspirim. Njerëzit të shikojnë dhe ndoshta edhe pa ta thënë, marrin zemrën nga ti sepse guximi është ngjitës. Një njeri që guxon, i jep leje edhe të tjerëve të bëjnë të njëjtën gjë. Dhe kështu krijohen ndryshimet e mëdha. Një akt guximi i vetëm mund të ndesë një lëvizje. Çdo histori suksesi, në thelb të saj, ka një moment guximi. Një po në momentin e duhur. Një jo ndaj një kompromisi. Një hap drejt të panjohurës. Asnjë rrugë drejt madhështisë nuk është e sheshtë. Por të gjitha nisin nga një akt i thjeshtë. Veprimi, guximi nuk është luks. Është domosdoshmëri. Në një botë që ndryshon me shpejtësi.
ku konkurenca rritet çdo ditë dhe ku sfidat nuk mungojnë, guximi është mjeti që të lejon të mbijetosh dhe të rritesh. Është ai që të bën të ndryshosh rrjedhën e jetës tënde. Nëse do një jetë më të mirë, duhet të veprosh me guxim. Nëse do të jesh shembull për fëmijët e tu, për miqtë e tu, për veten tënde, duhet të guxosh. Të guxosh të flasësh kur duhet heshtur. Të guxosh të largohesh kur të tjerët qëndrojnë. Të guxosh të zgjedhësh veten, mos e prit momentin ideal. Ai nuk vjen kurrë. Çdo moment që ndihesh i pavend, i pasigurt, i frikësuar, është një ftesë për të vepruar me guxim. Dhe sa më shumë që vepron, aq më pak frikë do ndjesh. Sepse do të kuptosh se forca jote nuk vjen nga siguria, por nga vendimi për të ecur përpara, pavarësisht pasigurisë. Në fund të ditës, pyet veten, a veprova me guxim sot? Nëse përgjigja është po, je në rrugën e duhur. Sepse jeta nuk është vetëm për të mbijetuar. Ajo është për të jetuar me guxim, me pasion dhe me qëllim. Vepro sot. Vepro tani. Vepro me guxim. Sepse jeta pret ata që nuk presin më. Histori frymëzuese të bazuar në mesazhin vepro me guxim, u hodha, edhe pse dridhesha. Historia e Leas që mësoi të veproj me guxim. Lea ishte një vajzë 27 vjeçare, që jetonte në një qytet të vogël dhe kishte një ëndër të madhe, të bëhej shkrimtare. Por për vite me radhë, ajo e mbante ëndrrën për vete. Frika e refuzimit, turpi i gjykimit dhe pasiguria e saj i mbanin duart e ngrira mbi tastier. Ajo punonte si arktare në një supermarket dhe çdo natë, kur kthehej në shtëpi, hapte laptopin dhe e mbyllte sërish pa shkruar asnjë fjalë. Një mbrëmje, Lea po qëndronte e vetme në dhomën e saj, kur pa një video me titullin Vepro me guxim. Nuk ishte ndryshe nga të tjerat që kishte parë më parë, por diçka tek ajo video i ngjalli një zjarr brenda. Fjalët goditnin thellë, frika nuk ikën kurrë, por nëse guxon të ecësh me të, ajo zbutet. Ajo vendosi që atë natë, për herë të parë, të shkruajë një kapitull. Vetëm një. Pastaj e publikoi në një forum anonim. Komentet nuk ishin perfekte, por disa njerëz e lavdëruan. Lea qau. Për herë të parë, jo nga frika, por nga lehtësimi. Kishte bërë diçka që nuk e kishte bërë kurrë më parë, kishte vepruar, pavarësisht frikës, ditë pas dite, guximi i saj u rrit. Publikoi histori të tjera. Pastaj një blog. Pastaj nisi të bashkëpunonte me një shtëpi botuese të vogël. Disa vite më vonë, ajo mbajti në duar librin e saj të parë, kur një gazetare e pyeti, çfarë ndryshoi që e bëre realitet? Lea u përgjigj, nuk kam më pak frikë se dikur. Por tani, veproj edhe me frikë. Guximi nuk është zëri i fortë brenda meje, është zëri i qetë që më përshpërit. Vepro. Gjithsesi.